Bujqësia shqiptare po përballet me një situatë të vështirë, ndërsa vendi po bëhet gjithnjë më i varur nga importet për të përmbushur nevojat ushqimore. Sipas të dhënave zyrtare të Instant, gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026, importet e ushqimeve janë rritur me rreth 19%. Rritje të ndjeshme kanë pësuar edhe importet e frutave dhe zarzavateve, të cilat janë shtuar me rreth 15%. Vetëm për zarzavatet, sasia importuar është rritur me mbi 3.300 ton, duke arritur në më shumë se 25.000 ton në total. Ndërsa për frutat rreth 3.900 ton, duke kapur shifrën prej 29.700 ton. Ekspertët e lidhin këtë situatë me disa faktorë kryesorë si kushtet e pafavorshme klimatike që kanë goditur prodhimin vendas, përfshirë përmbytjet e ngricat dhe rritja e kërkesës nga sektori i turizmit. Fluksi turistëve ka shtuar konsumin përtej kapaciteteve aktuale të fermave shqiptare, duke detyruar bizneset të mbështeten te importet për të plotësuar nevojat e tregut. Një tjetër faktor është edhe transformimi i tregtisë me pakicë, ku rrjetet e mëdha të supermarketeve po zëvendësojnë dyqanet e vogla. Këto rrjete preferojnë furnitorë të huaj që garantojnë furnizim të qëndrueshëm dhe standarde të unifikuara, gjë që prodhimi vendas e ka të vështirë ta përmbush. Nga ana tjetër, fermerët shqiptar po përballen me një rritje të fortë të kostove të prodhimit, si çmimet e farave, plerave kimik dhe karburantit. Niveli ulët i subvencioneve krahasuar me vendet e rajonit i bën produktet vendase më pak konkurruese, duke favorizuar importet nga vende si Greqia, Turqia dhe Egjipti. Problem është edhe emigrimi i popullsisë rurale dhe plakja e saj, çka ka sjellë ulje të forcës punëtore në bujqësi dhe braktisje të tokave. Ndikim ka pasur edhe kursi këmbimit, ku vlerësimi i euros ndaj lekut ka ulur koston e produkteve të importuara, duke i bërë ato më tërheqëse për tregtarët vendas. Prodhuesit shqiptar po humbasin konkurrueshmërinë, duke u përballur me një treg gjithnjë më sfidues.